Një javë më parë, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se ka marrë të pandehur ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku për veprën penale shkelje parazisë në tendera në tenderin e tunelit të Llogaras. Por çfarë dim për këtë aferë? Në datën 14 dhjetor të vitit 2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë hap garën për ndërtimin e tunelit të Llogaras me fond limit 19.1 miliard euro pa TVSH ose 23 miliard lek me TVSH. Pjesëmarrëse në garë ishin 6 kompani dhe siç shihet nga proces verbali i tenderit, oferta më e ulët ishte ajo e kompanisë Gjoka Construction me vlerë 14.3 miliard lek. Tenderi anulohet në mars të vitit 2020 dhe gara rihapet në muajin qershor. Kompania Gjoka nuk hyn këtë radhë në garë dhe fitues shpallet konsorciumit turk Intekar ASL me ofertë 17 miliard lek, 1.2 miliard më e lartë se ajo që kishte dhënë një tjetër bashkim operatorësh. Punimet nisin dhe kantierin e hap dhe e drejton kompania Gjoka Construction për gjatë gjithë kohës deri kur tuneli përfundon dhe hapet për qarkullim. Pra zbatuese e projektit bëhet firma që më herët kishte dhënë ofertën 14.3 miliard lek, rreth 30 milion euro më të ulët se operatorët turq. Ndërsa këta të fundit morën pjesën e tyre të tortës pa veshur as kopucët për të shkuar në kantier. Kjo vlerë e lartë konfirmohet edhe nga pasqyrat financiare që ka deklaruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit kompania Intekar ASL. Në total, nga viti 2021 deri në vitin 2024, nga kjo kompani janë narkotuar 16.5 miliard lek dhe janë fituar 2.77 miliard lek. Për vitin 2025, bilanci financiar nuk është dorëzuar, por thesari i shtetit ka bërë sërish 1 miliard lek pagesa ose 19.4 miliard lek në total, duke shlyer kështu-thuajse të gjithë vlerën e fituar në tender plus TVSH. Nëse analizojmë bilancet e kompanisë, në vitin 2021 janë narkotuar 585 milion lek, 5.29 miliard në vitin 2022, 7.3 miliard në vitin 2023 dhe 3.3 miliard në vitin 2024. Por kompania nuk ka bërë të gjithë deklarimin e saktë të pagesave pranë drejtorisë së tatimeve. Sipas të dhënave të thesarit, në vitin 2024 Intekar ASL ka marrë 4.2 miliard lek dhe jo 3.3 sa ka deklaruar në bilanc. Në vitin 2023 8.2 miliard dhe jo 7.3 miliard. Dhe në vitin 2022 janë marrë nga thesari 5.87 miliard lek dhe jo 5.29 miliard. Pra një diferencë me 1.1 miliard lek ose 11 milion euro, të cilat kanë kaluar pa u deklaruar dhe pa paguar taksën e tatimit mbi fitimin. Edhe pse pagesat janë bërë nga thesari i shtetit dhe janë tërësisht të verifikueshme nga tatimet, kompania ja ka dalë të bëjë këto manovra dhe është toleruar. Por le të vazhdojmë. Pyetja kryesore që shtrohet në të gjithë këtë histori, e cila tashmë është e verifikuar edhe nga SPAK se tenderi ka qenë i paracaktuar, është vlera reale e punimeve për tunelin dhe është fryrkoso që u hap tenderi herën e parë me qëllim për të zhvatur 10 miliona euro. Në një studim të kryer nga kompania slovake Duha, e cila është kontraktuar në kohën kur tuneli planifikohej të ndërtohej përmes formulës PPP dhe jo me prokurim publik, rezulton se kosto për ndërtimin e tij është 113 milion euro. Nëse do të zbatojë projekti për të ndërtuar tunel me 2 linja duke përfshirë edhe atë të emergjencës më vete, kosto do të rritej me 14 milion euro, pra në total 127 milion euro, nga 190 milion euro që u hap fondi limit që në fillim të tenderit. Opsioni një tuneli me 2 kalime dhe korridor emergjence në një galeri më vete kërkon një kosto shtesë punimesh me vlerë 14 milion euro. Kjo kosto ka qenë shënuar në këtë vlerë edhe në planin buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe është miratuar në qeveri për para dhjetorit të vitit 2020. Në të njëjtën kohë kur u miratuan tabelat e buxhetit dhe u hap tenderi me vlerë të fryrë. Tani të shohim pak se çfarë na thot raporti për buxhetin e këtij viti audituar nga kontrolli i lartë i shtetit. Ndërtimi i tunelit të Llogaras është detajuar për herë të parë në janar të vitit 2021 me vlerë 4.6 miliard lek, rishikuar me ulje në nëntor dhe dhjetor 2021 me vlerë 700 milion lek. Ky projekt ka qenë pjesë e PBA, faza 3 2021-2023, me vlerë 12.1 miliard lek dhe pjesë e listës së investimeve publike të paraqitura në projekt buxhetin e vitit 2021. Nga auditimi, konstatohet se ka filluar procedura e prokurimit më datë 24/6/2021 me fond limit 22.7 miliard lek me TVSH. Pra nga 12 miliard lek apo 120 milion euro, procedura është hapur me fond limit 227 milion euro me kursin e sotëm. Vetëm një muaj pasi është miratuar nga Këshilli i Ministrave plani buxhetor afatmesëm me vlerë 100 milion euro më pak. Këshilli i Ministrave ka pranuar një vlerë të re të projektit 18.7 miliard lek. A ka pyetur dikush nga Këshilli i Ministrave se si ka mundësi që vlera është shtuar kaq shumë?
Po nga Ministria e Financave, e cila ka akomoduar këtë shpenzim në tabelat e buxhetit? Këto pyetje na nxjerrin në një tjetër përfundim. Punimet për tunelin e Llogaras janë projektuar që në fillim që të fryhen, pasi ende nuk ishte përfunduar projekti detajuar teknik. Në dokumentat e tenderit të dytë shihet qartë që projekti nga kompania IC Konsulenten, Elea IC, SET Consulting dhe Infraconsult është dorëzuar me 20 mars të vitit 2021. 3 muaj e gjysmë pasi është hapur gara e parë. Edhe në dosjen e prokurorisë së posaçme tregohet se nga dokumentat e administruara preventivi i tenderit është hartuar mbi bazën e një projekt ideje që ka dorëzuar kompania e kontraktuar për projektin. Projekt ideja ndryshon thelbësisht nga projekti përfundimtar. Kontraktimi i kompanisë austriake IC Consulten me disa operatorë të tjerë u bë me garë ndërkombëtare dhe siç ka njoftuar edhe vetë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, janë paguar për projektin 7 milion euro. A mos janë paguar edhe këto para kot? Nëse do të shohim projektin e dorëzuar nga konsorciumi më në krye austriake të IC Consulten, që u pagua 7 milion euro, është ky imazhi i tunelit të Llogaras, që ka një urë e cila lidh tunelin me rrugën nacionale Vlorë-Sarand. Ura sot që punimet janë dorëzuar nuk ekziston. Ky tjetri është projekti i kompanisë slovake Duha, i cili nuk parashikon urë në lidhjen e tunelit me rrugën. Secili nga dy projektet është vënë në zbatim, kjo nuk është e vështirë të kuptohet. Sidoqoftë tashmë jemi përpara një realiteti të ri. Spaku më në fund ka vepruar ndaj njërës prej aferave korruptive më skandaloze të qeverisë shqiptare, e cila sot kërkon një hetim të detajuar në çdo tentakull, dhe përgjegjësit të çdo rangu qofshin duhet të përballen me drejtësinë.